mbi 11.000 shikues në një video në YouTube, kur unë i bëj thirrje popullit shqiptar, qeverisë shqiptare, dy partive kryesore, presidencës, kur i bëj thirrje që ta thrasin një seancë dëgjimore urgjente në parlament për shkarkimin urgjent të Edi Ramës si armik i kombit dhe i shtetit shqiptar për shkelje flagrante të qëllimshme, të paramendueshme, të kalkulueshme, të llogaritshme të kushtetutës që e bën atë armik, për ndërhyrje arrogante, arbitrare, të pafalshme në qeverinë vendore, në zgjedhjet e bashkive, edhe jam habit që aq shpejt kam pas aq shumë shikues sa që duhet në bëjt gjithë dhe neve të mendojmë. Vitet e mia rralli shef kush. Janë të parëndësishme. Ndoshta pra vitet e mia thashun rralli shef kush. Përveç sa miqve dhe shokëve të mi për respektin tim ose kurështar, çfarë po thotë Sami Gjoka? Nuk besoj që interesohet kush për vitet e mia. Për këtë vitje ku i bëna thirrje të dy partive, ku i bëna thirrje qeverisë, ku i bëna thirrje presidentit, ku i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që të ndërhyjnë për shkarkimin më njëhershëm të Ramës, ata shikues pafund, që do thotë që shumë prej atyre që e kanë pa këtë video e kanë përcjell shokëve dhe miqve të vet. Kjo tregon, mendoj unë, që ky problemi i Ramës si kryeministër është një problem që në mos shqetëson i preokupon shqiptarët në të dy krahët e segmentit politik. Në dy krahët. Edhe kjo tregon që populli dhemb, populli shqetësohet, populli ka frikë. Kryesisht ato të majtët kanë frikë se ndoshta shkarkimi i Ramës për të majtët do thot për forcim i të djathtëve. Pra, të majtët kanë frikë se kanë fillu të atribojnë fitoren e socialistëve si fitore për arsye se kanë Ramën. Dhe unë s'mund t'i bëj me faj. Socialistët që mendojnë kështu që po ta heqim Ramën, ore ky mund t'jetë maskara, ore ky mund t'jetë armik i kombit, ore ky mund jetë njeriu më i korruptuar, mund të ketë gjithë kriminalë dhe gjithë vjedhin për këtë. Ky mund të jetë ai që edhe ka fut në burg Erjan Veliajn. Socialistët e dinë këtë, por kanë frikë se ndoshta po ta heqin Edin. Kjo përkthehet që t'ja japin, t'ja dhurojnë fitoren demokratëve. Edhe pse është gabim ky mendim, unë nuk mendoj që duhen fajsu për arsye se edhe unë vet kam frikë të kërkoj heqjen e Ramës, që e kërkoj me forcë, edhe thajmë po sikur ta heqim me gjithmonë. Edhe unë hyn frika me njëherë se mendoj që Edi me gjitha, jo të metët, po shtërësit që ka, likësit që ka, Edi po fut Shqipërinë në Evropë, mendoj unë, edhe të tjerët ndoshta s'do ta bëjnë këtë punë. Pra të gjithë kemi gabimet e tona. Por aty në atë video që unë postova, ka pas edhe nga ato shumice që më thonë bravo, Gjoka patriotët, po ka edhe nga ato që më shajnë edhe me familje. Edhe unë
nuk I marr seriozisht, se po të më shajnë në person, në qoftë se kam shpirtin gjallë, një person që e njeh sa mi gjokën, njeh si person, edhe guxon edhe më shan, unë po të kem shpirtin gjallë, do të bëj çmos ta gjej, ose do të më zhduki para se ta zhduk, ose do bëj gati që finin e vet, arkivolin e vet, ai njëri që guxon edhe ka bluth më shaj, në person, drejt për drejt, mos I njeh. Por në linjë, kur unë bëj një video publike, I jap të drejtën atyre të më shajnë se kam zgjedh vet të hynë në të forum, sikur se shaj edhe unë Edi Ramën, Sali Berishën, edhe sa nëmto, I shaj vençe, por nuk I shaj kur personalisht, për shfryrjen e dufit duke I mendu si armisht popullit dhe si figura kombëtare, jo si figura personale. Po të takoj, qoftë Edi Ramën, qoftë Sali Berishën, që unë I shaj me non, po të takoj në person, unë do t'i lutem atyre të pi edhe një kafe, në qoftë se ata do të begënisin edhe do kenë kohën me respekt personal. Pra sharjet që bëj në forume publike, figurave publike, ndoshta I kalojnë masën, por ti ke zgjedh bash objekt. Edhe këtyre sharjeve dhe unë e toleroj. Por ajo që duhet sqaroj është se kanë dalë aty dhe kanë folë edhe ca miq. Një për shembull që unë nuk e njoha dhe nuk desha t'i jap përgjigje që s'njoh, se pastaj unë mendoj që e fyn tjetrin kur dikush ty të thot njoh, edhe njihemi prej vitesh, dhe disa man mend, unë kam frikë të them publikisht që s'maj mend dhe s'njoh, se kam frikë se pa dashje, me pa qëllim e bëj ato si të parëndësishëm. Edhe kështu që zgjalla heshtjen. Por më thonë ca njerëz që duken edhe dashamirës, që sami ti ke shkruajt poezi dikur. Unë edhe tash ti shkruaj për Lenisje, edhe nuk I maj për poezi, vetëm për edhe I hell ashtu si ne themi, e prisha prap gjuhën, si lopa bajgën. Pra ato krime letrare që unë shkruaj tashti, nuk e shkruaj më për me I mlell, për me I botu, ashtu kalimthi I shkruaj direkt në Facebook, si ato lulet që çelin jo të mjella e të kultivume në përparqe, por që dalin diku në një shkame diku atje dhe ashtu harrohen edhe ashtu pa ndaj lloj si thonë dobije të shëllimshme. Por më thotë që ti duhet shkruash poezi dhe larg këtyre kësaj gjuhe vulgare, natyrisht që unë kam pak, edhe mirë po të më takosh mu në familje, po të më takosh mu në shoqërinë person, dhe shofësh një tjetër njeri, shumë I turpshëm në bisedë, shumë I kujdesshëm në zgjedhjen në fjalëve, edhe mendoj që kam një fjalor jashtëzakonisht pastër familjar, të kujdesshëm, kurse këto rrugëkeqërit që më shajnë ose më kritikojnë që përdor në publik, në për forume, për të shfry ato dhimbjen e madhe, jo personale, por për kombin kombëtare, unë I kam pa dhe I shoh gjithmonë familje që flasin fjalë që unë zgudzoj as të imagjinoj që mund të më shkoj në mendje kur jam me familjar. Pra, është shumë paradoksale kjo botë. Por, gjithsesi, këto miq më thonë që ti boje mirë, edhe të largohesh nga politika edhe nga ky lloj fjalori, dakord. Por unë nuk mendoj kur, vëllezër e motra, që unë jam marrë me politika asnjëherë. Asnjëherë. Edhe pse gjithmonë unë flas këtu që dukesh politikisht charged, I motivum politikisht duket, por mu kur nuk më ka interesu politika, edhe pse politikën e kam urrejt edhe është duk se u kam fol. Mu më interesojnë fatet e kombit, mu më intereson mirëqenia e njerëzve në Shqipëri të dy partive. Unë kam dash njerëz fisnik
të mrekullueshëm pa e qa kokën së kujt partia I përkasin, edhe mendoj që të dy partit meritojnë më shumë nga kjo jetë, të dy njerëzit nga dy partit në Shqipëri, edhe më vjen jashtëzakonisht keq kur njerëzit qëllimisht më portretizojnë kur flasin, herë si njënës partia, herë si tjetrës, herë si kur maj krahun e njënët, e herë si kur tjetrit, vlezër e motra. Unë du të dy njerëzit, grup njerëzit udhëheqësit e dy partive, dhe urrej të dy. Unë ngrej lartë edhe entuziasmohem për çdo gjë të vogël të mirë të secilës prej dy partive, ashtu sikur se luftoj I pakushtim me gjithë rrudhën e shpirtit çdo tmet që manifeston secili prej tyre. Pra këtë duhet të ngulni mirë në mendje, që unë për shembull, edhe kur e shaj Ramën, më vjen keq që po shaj një lider të shqipërisime, që ka zgjedh partia që ka marrë votet e popullit. Populli është një popull I mrekullueshëm, po populli është idiot. Më dalin më për shembull këto komentuesit aty dhe më thonë, si e shanti Edin e ka zgjedh populli. O idiot, në Shqipëri nuk zgjedh populli as kryeministër dhe as president e as ministra. Populli zgjedh leshin mor idiot. Populli voton një parti, kaq voton por populli. Partia zgjedh. Partia që fiton zgjedh kryeministrin, dhe unë kur nuk guxoj të hall balt mbi një etniti, si thon, mbi një parti të tonë, se kam unë as atë autoritet, as atë guxim, as atë mosdinjitet sulmoj një parti. Përkundërzi, unë I du të dyja partit jenë opozitare të shndosha, për unë mrena partisë bëj thirrje partive dhe jo juve. Se për shembull edhe mrena Partisë Socialiste, unë shoh figura që juve ndoshta I njihni më mirë, e më duken gabim për mendimin, ky mendimin. Për ta u lënë ballën, për shembull, unë e shoh si një udhëheqës për të cilën do të kem shumë vështirë të flas keq. Nuk e di nëse ka rol sekretar parlamentin, në parlament më duket se shpeleshje atje, po duhet të jetë ndoshta kryetari I grupit maggjorancës, nuk e di, po ka një emër Tauland Balla. Ka qenë një njeri mrekullueshëm nga Partia Socialiste, Bardhy Legasi në parlament. Ishte turpsh me mendoj on për në një të flisë keq për Bardhin. Unë nuk shoh që Tauland Balla për shembull, po të jetë kryetari I Partisë Socialiste, meriton qoftë dhe kështu, si thon, pa kujdes, si thon, kur thu diçka pa kujdes, pa një epitet denigrues. Pra, unë shoh njerëz të mrekullueshëm, për mendimin tim, nga Partia Socialiste, sikur se ka mjaft njerëz të mrekullueshëm edhe në PD, vëllezër e motra, por unë kur bëj thirrje për shkarkimin e Edi Ramës, ndoshta edhe se kam me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, por e kam që t'i tregoj popullit që të mos toleroj maskaralliqe dhe pesliqe, për shembull, është krejtësisht e pamundshme që ministrat e tij, pothuajse ministër mas ministri, që janë direkt lidhje parë me të në botën jetë, më shumë se sa dhe gruaja e vet, të jenë të gjithë korruptuar dhe I të mos di asgjë. Në qoftë se megjithëse nuk di, ai duhet shkërkohet si mos kompetent, si njëri që pa lidhje me realitetin, si njëri që jeton në një botë halucinacionesh, si thua, halucinacionesh, një botë komplet dimension tjetër. Në qoftë se ai megjithëse nuk din, nuk është në gjendje të shohet konstitucion, jam I sigurt që gjithë këto vjedhin për Ramën. Një siguri
që ju s'duhet të merrni të tillë se për arsye se unë jam këtu spekulus. Për unë për vete jam i bind 100% që gjithë ministrat poshtë Ramës vjedhin për Ramën. Edhe në qoftë se Rama pra është kryeministër, ajo se duhet shkërkohet si krye banditi, krye hajduti, krye i korruptumi i gjithë qeverisë shqiptare, ose me gjithmen po qej pastër, edhe nuk din se që banë, atëherë duhet shkërkohet si pavt, krejtësisht i pavt, i krejtësisht i shkëput me realitetin. Në të dyja rastet, Rama duhet shkërkohet, kurse për shkeljet flagrante të kushtetutës si për ndërhyrjen që ka bo zgjedhjet që ka detyru të parakoshme shkarkimin ose imponimin e kryetarit të bashkive të heqin dorë me urdhërët e tij, këta ata e bëjnë të dënushëm, jo të shkarkushëm. Edhe mirë po këto njerëzit që më ndjekin, ato që më përkrahin, kanë frikë se janë të Partisë Demokratike në këtë rast. Ata që më sulmojnë, kanë frikë se janë të Partisë Socialiste. Edhe të dy janë gabim. Të dy janë krejtësisht gabim. Për arsye se unë nuk mendoj që shkarkimi i Edi Ramës do të sillte Partinë Demokratike në pushtet. Edhe unë nuk kërkoj një gjë tillë se nuk jam i lajthit, edhe nuk jam krejtësisht pa mend, të mos e di që Partia Socialiste fiton jo prej Edi Ramës, por fiton sepse në Shqipëri populli që ka met atje është kryesisht socialist. Prej kaq vitesh së dalin, në të thonë çdo popull meriton atë qeveri që kanë krye, keni shumë gabim. Në qoftë se populli është sot me Partinë Socialiste si udhëheqësja e vendit, kjo nuk është as merit dhe as faj i popullit, por është tragjedi e popullit. Nuk është as faj as merit, por është tragjedi. E për tragjedi duhet na vi keq, është një tragjedi që populli s'do të mund ta zgjidhë edhe në qoftë se iken Edi Rama, tragjedi që ka vetëm një parti për arsye se të djathët shumë pak kanë met në Shqipëri, se fëmijët e të djathtëve nuk kanë pas mundësi që të përparojnë vend, qoftë ekonomikisht dhe qoftë edhe nga ana intelektuale, se marron shkollë në diplomat po se fut kush në punë. Ne të gjithë dim që në Shqipëri njerëzit kryesisht që jetojnë atje janë të punësuar nga qeveria, edhe ata që janë të punësuar nga bizniset që kanë mund të flourish, që të jenë suksesshëm, kanë lidhje qeveritare. Kështu që meten këto me bindje të djathta, bindja është bile pak, po për krahas të djathtë, janë detyruar të marrin rrugët e kurbetit. Disa me aftësi të veta, disa të tërhequr nga njerëzit e vet, pra nga njerëzit e vet. Kështu që me ose pa Ramën, për fat keq ose fat mirë, Partia Socialiste prap do të udhëheqë, dhe unë e di që PD-ja edhe po të filtrohet komplet sot për sot, të heqë edhe Berishën apo Gjozafinë Topallin e kush ka ngel, edhe të filtrohet komplet, është në momente krize të jashtëzakonshme, se nuk mund të vinë pushtet, edhe sikur të jetë qelibar, edhe sikur të jetë çfarëdo që të jetë, për arsye se kanë met shumë pak njerëz të djathtë në vend. Kështu që këtë mos ma merrni që unë po sulmoj Ramën që të sjell Berishën pushtet. Po edhe sikur të vi PD-ja sot, PD-ja vet, është e sigurt dhe duhet të jetë e sigurt që sa kohë që ka Sali Berisha në krye, që po këto kohët e fundit po më pëlqen, nuk më vjen mirë që bërtet e ulëret nga herë
parlament po s'ka rrugë tjetër, për arsye se po shkon sa herë thritet në SPAK, po e respekton atë natyrisht, jashtë SPAK-ut do të flas kundër mbron vetën e vet, edhe mund të sulmoj, nuk e di, po më pëlqen pak a shumë ky qëndrimi i Berishës kohët e fundit, dhe pse kam ca mos kënaqësi se si ai po e dirigjon opozitën në parlament. Kam arsyet e mia që mendoj që kam javë gabime, por çdo njeri nga ne mendon edhe ka opinionet e veta që diku janë kundërshtim. Ai ka të vetët, edhe ka zgjedh partia vet. Por e kisha fjalën edhe një herë. Ashtu sikurse populli jon ka frikë ta heq Edi Ramën, ai popull që ka me të tjesë, është kryesisht socialist ai popull që ka me të tjesë. Demokratët zjarri shumë, flakë shumë, jo për fajin e tyre. Kanë bërë ca gabime, natyrisht bën gabimet qeveritarët, edhe ata mund të kenë pas njerëz të përfshin korrupsion, por jo kaq sa kjo qeveri që kemi sot, por pushtetarët që erdhën, pushtetarët e ri, socialist, duke që kanë një shpirt jo të egër, po këta ja kanë thith popullit gjakun me pamuk, pra e kanë thith me të but, ja kanë thith. Ishte shkëput dhe nuk e di, po kisha lapin, do të përsëris ndoshta një 2-3 fjalë, se se di ku ishte shkëput, që disa e fajsojnë PD-n, që masira nga pushteti dhe socialistët erdhën fuqi, e shkatrun imazhin e vet komplet. Për unë jam i sigurt që nuk e shkatrun ata masira nga pushteti, por Partia Socialiste, dhe pse duket e but dhe jo e egër që delet vret me automatik në rrugë, këto kanë qenë të tillë që ja kanë thith popullit gjakun me pamuk let. E kanë zbraz duke mos i dhënë asnjë lloj të drejtë dhe mundësie njerëzve me bindje të djathta, ose duke i detyruar qoftë edhe për një shkresë që mundojnë në gjendjen civile një certifikat martese apo fejese me marë, të bëjnë presione politike me që krau je, me që krau mos je. Pra but këta e kanë shkatru PD-n, janë si ato doktorët që vinë me bluzë të bardhë e me fytyrë të qeshme, ato informierët e liga në për filmet që vjen me busqeshje, po që të botë gjilponët merë diçka, po të fusin helmin në të let pa u kuptu. Kështu që sot PD-ja ka arrit në atë shkallë sa që nuk ka përkrahje jashtë, edhe nuk ka simpatizant të mjaftueshëm mrena. Edhe unë i heq kapelen atyre që qëndrojnë besnik, janë idealistë ata që qëndrojnë besnik, që edhe duke ditë që është kategorikisht e pamundshme me ardhmë për shtet. Se s'kan votuesi, janë person votuesit e tyre jashtë shtetit, edhe s'kan asnjë jashtë shtetit që i mbron. Pra, qëndrojnë kauzën e tyre, për kaq që heq kapelen, për zhurmën e madhe që bëjnë, nuk jam dakord, por ndoshta nuk kanë rrugë tjetër. Nuk për arsye se po i dytëron shumica me butësinë e vet të sillen si të tillë. Pra, shkarkimi i Edi Ramës nuk është për të sjellë PD-n në pushtet. Unë e di që është jashtëzakonisht e vështirë dhe pamundshme për ata për të ardhur. Por është se PS-ja, për mendimin tim, ashtu sikur se çdo forcë tjetër politike ka njerëz të mrekullueshëm. Unë për vete mendoj, nuk e di pse, po e shoh Taulandin, Tauland Ballën, si një udhëheqës i madh i PS-s, që mund bëhet punë jashtëzakonisht mirë për Shqipërinë, për kombin, edhe për dy partitë, por kryesisht për Partinë Socialiste. Mirë, po kam frikë, jashtëzakonisht kam frikë, se ndoshta megjithanë Evropa pederaste, po don Shqipërinë me Edi Ramën të na fus me Edin. E këtu do të jemi të kujdesshëm, ndoshta të mos arrijmë deri atje, sa të heqim Edin. Ha washka shanon këtyre që bëjnë telefon çdo sekond. Të mos arrijmë deri atje sa të heqim Edin, por t'ja tregojmë që nuk mundemi të tolerojmë
as hajdut liqet e çdo personi i lidhur me ta, as justifikimin sa i zdika se shëndodh nga para syve të tij krejtësisht i paaft, dhe me gjitha tradhtit kombëtare që bën çdo gjë